fakti se Izraeli historikisht ka bërë provokime kundrejt Iranit. Siç e dim, lindja e mesme sot është kthyer në kaos totalisht prej Izraelit. Iraku kaloi në luftë dhe pushtim, Siria kaloi në luftë civile, Jemeni është akoma në luftë civile, Sudani sot është i ndarë në 2 shtete luftë civile, Libia në luftë civile të tjerë. Pra, siç e shikojmë, Libani kohësisht në luftë civile dhe i bombarduar së fundi sërish nga Izraeli. Pra, sigurisht që kjo tentativë sulmi, eskalimi, targetimi të bazave ushtarake amerikane dhe izraelite është diçka e logjikshme. Nga ana dhe diçka me thënë që nuk besoj që ka nevojë për një dije të madhe për ta kuptuar, nëse ti je rrethuar nga vende që cilat gjithçka e tu i kanë kthyer në gërmadha, gjithçka e tu i kanë çuar në luftë civile, gjithçka e tu i kanë shkatruar totalisht dhe i kanë rënuar ekonomikisht, sigurisht kjo është gjë më bazike. E para, e dyta, bazat ushtarake amerikane dhe izraelite janë përdorur shpesh, siç e përmenda, për bombardimet që janë bërë Iranit. Dhe Irani nuk ishte ndërmend për ta eskaluar situatën në këtë farpike. Siç e përmenda edhe më parë, bisedimet, siç e kemi përmendur së bashku në emisionet e kaluara, bisedimet po vazhdonin shumë mirë në Gjenev. Madje amerikanët dhe iranianët thanë që ishin produktive, pozitive, po jepnin shumë fryte të tjerë dhe po arrijej një marrëveshje. Ishte gati për të thënë një marrëveshje. Dhe presidenti Trump e përmendi që po bëhej gati për një marrëveshje të madhe, do të gjende ishte gjetur një gjuhë e përbashkët, mirëkuptimi. Dhe ne shikojmë që sapo ndodhen këto deklarata, sapo ndodhen që gjëja po vinin mirë dhe gjithë kishin shpresë që gjendja mund të mos eskalonte, ne kemi sulmet izraelite dhe më pas ndryrën amerikane, të cilët e kanë kthyer proceset e bisedimeve në Gjenev në një farë thjesht maske për të fituar kohë dhe për të përgatitur për të eskaluar situatën në atë pikë që ne kemi sot, pra për të fituar sulmimet. Kështu që më shumë se një sulm thjesht sepse Irani po sulmon. Unë do ta shikoja se kjo është përgjigje e ashpër e Iranit për aktin ne mund ta quajmë me plot gojë të pabesë të amerikanëve që i goditën mbas shpine. Do se ata po u jepnin dorën në Gjenev, nesër i filluan të bombardonin, njëkohësisht për të u hakmarr për atë çfarë ndodhi, vrasjen e liderit të tyre, e cila është vrasje politike kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, duhet përmendur, kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, pavarësisht se ne mund të themi Khamenei përdori dhunë kundër protestuesve të tij. Shteti i Iranit është shtet teokratik, është shtet sovran, i njohur në Kombet e Bashkuara dhe sigurisht me plot të drejtë për të përfaqësuar atë mënyrë që ata zgjedhin të përfaqësojnë. Nëse ata nuk kërcojnë të tjerë, sigurisht. Qartë, nga ana tjetër, Elianos, një tjetër moment i cili ka ngritur tensioni ishte dhe incidenti me raketën pranë bazës së NATO-s në Turqi. Mendon se mund të përfshihet ndoshta Turqia në këtë konflikt pas incidentit që ndodhi ditën e djeshme? Incidenti në bazën e NATO-s në Turqi, në bazë të pakta raportimeve turke dhe të deklaratës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, është lënë në mënyrë, le të themi, praktike, është lënë në heshtje, është në fillim me sa u raportua u mohua, më pas doli që kishte ndodhur vërtet, por që qeveria turke dhe ushtria turke nuk ka pasur një deklaratë të ashpër, dënuese ose për të akuzuar dikë, deri më tani të paktën. Turqia ndosë ka dënuar jashtëzakonisht ashpër atë çfarë Izraeli ka bërë dhe fillimin e sulmeve izraelito-amerikane kundër Iranit, ka mbajtur një, le të themi, qëndrim krejt neutral deri më tani, një qëndrim fort të moderuar, ndoshta dhe praktik nëse mund ta quajmë, të cilët kanë gjithashtu kritikuar eskalimin e situatës në lindjen e mesme dhe kanë theksuar që sa më shumë që kjo luftë vazhdon, sa më shumë që këto bombardime, armiqësi dhe politikë jo logjike po emocionale, pra tani ndjenjat e kanë marrë revansh, nuk e kanë marrë më logjika. Lindja e mesme do të kthehet në një rreth zjarri i cili do ta përpitë të gjithëve.
Dhe deri më tani të paktën, Turqia zyrtarisht ka ndaluar amerikanët të përdorin bazat ushtarake dhe bazën e përmendur për bombardime ose sulme ushtarake kundrejt Iranit, gjë e cila ka ngritur sërish siç e thash teoritë ose anës skeptike që vetëm pasi ata refuzuan që bazat të përdorej, ashtu si Spanja, ndodhen bombardimet me dron. Kështu që sërish shumë kritik turk edhe analistë kanë thënë që ndoshta edhe ky është një tjetër provokim nga ana e Izraelit për ta futur dhe gjithashtu Turqinë në lojë dhe për ta futur atë në luftë edhe për të aktivizuar sistemet e mbrojtjes së NATO-s e të tjerë. Edhe NATO të përfshihet siç e thatë edhe ju dhe për ta eskaluar këtë situatë. Po pavarësisht kësaj Turqia ka mbajtur deri më tani, siç e thash, qëndrim neutral, e ka ndënuar eskalimin edhe sulmin amerikano-izraelit, por nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që të hyjnë në konflikt ose të lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre ushtarake, ajrore, detare ose bazave të NATO-s për sulme kundër Republikës Islamike të Iranit. Qartë. Mirë, Elianos, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, ndërkaq përkundër gjithë përshkallëzimi ushtarak, shumë vende po bëjnë thirrje për ulje të tensioneve, por sigurisht edhe rikthimin në diplomaci. Por me sulme që vazhdojnë çdo ditë, ndoshta shumë kush dyshon nëse do të ketë ende për hapësirë për negociata apo për diplomaci. Ti si e sheh, Elciano, ka ende hapësirë për ndonjë marrëveshje mes të dyja vendeve apo spirali i luftës është jashtë kontrollit tashmë? Atëherë, duhet theksuar fakti që iranianët e kanë mbyllur derën e bisedimeve. Pasi siç e përmendëm më parë, bisedimet po vazhdonin shumë mirë, produktive, u deklarua shumë shpesh në media pozitive, u gjet një gjuhë e përbashkët më në fund e të tjerë. Dhe siç e përmendëm më parë, iranianët u goditën me të pabes pas shpine, gjë që ka shkaktuar edhe atë që mund ta quajmë zemërimi më të madh nga natyre pas vrasjes së liderit Khamenei. Dhe ndonse faktorët ndërkombëtar, Spanja, sidomos në Bashkimin Evropian, siç e dim, Turqia, Rusia, Kina e të tjerë kanë bërë thirrje të vazhdueshme për rikthim në bisedime, për një deeskalim të situatës të tjerë. Gjendja nuk duket kërkuar në këtë aspekt. Siç e përmenda më parë, emocionet e kanë marrë atë që mund të themi logjikën në revansh. Gjendja sa vjen eskalohet çdo moment më shumë. Impakti ekonomik nga ana tjetër që i luftës, miliardat e dollarëve të humbur të amerikanëve në infrastrukturë, fakti që Amerika sot paguan mbi $700 milion për ditë për luftën, që sipas statistikave të agjencisë turke të lajmeve Anadolu sërishmi, fakti që ka pasur shumë viktima civile nga ana e Iranit